Deputetët e Aleancës për Shqiptarët në krye me Zjadin Selën nga Kuvendi kërkojnë që të gjendet një zgjidhje për shkollën fillore të fshatit Nerov të komunës së Krushevës. Atje fshatarët ndërtimin e objektit të ri shkollore kanë nisur me vetë iniciativë për shkak se, siç thonë, objekti i vjetër nuk i plotson kushtet elementare. Por nga komuna kanë thënë se objekti është ilegal dhe se duhet të rënohet. Sela në cilësinë e deputetit të zonës i bëri thirrje Ministrisë së Arsimit që të ndërmerren masa për të ndaluar veprimet e komunës për rënimin e objektit, në të cilin aktualisht mësojnë 150 nxënës filloristë. Të bëj apel Ministrisë së Arsimit, kryetarit të komunës së Krushevës, që urgjentisht të marrin gjithë masat dhe sa më shpejt të rregullohet dokumentacioni i kësaj shkollës dhe jo të ndalohen punimet në këtë shkollë, por përkundrazi të vazhdojnë investimin e mëtutjeshëm me buxhetin e shtetit në mënyrë që kjo shkollë të përfundojë dhe këto nxënës të kenë kushte normale për mësim. Kam vizituar shkollën aktuale, e cila nuk plotson asnjë kusht për të zhvilluar procesi edukativ arsimor. Komunikuam edhe me kryetarin e komunës së Krushevës Tome Hristovski, i cili u zotua se do të shqyrtojë çdo mundësi që objekti i ri shkollor mos të rënohet, por të vihet në shërbim të nxënësve dhe të arsimtarëve. Sipas Hristovskit, rreth 90% të objekteve në fshatrat e kësaj komune janë pa plan urbanistik, përfshirë edhe objektin e vjetër shkollor ku nxënësit aktualisht ndjekin mësimin. Nga Ministria e Arsimit për Televizionin 21 thanë se komuna e Krushevës nuk i ka njoftuar zyrtarisht për këtë çështje dhe tani do të ndërmarrin nismën për të komunikuar me autoritetet komunale për këtë objekt. Ministria e Arsimit dhe Shkencës nuk është e njoftuar nga komuna e Krushevës për sfidën me arsimimin e nxënësve në fshatin Nerov. Ne do të fillojmë komunikim dhe do të informoheni për rezultatin. Ndërkaq në shenjë proteste në objektin e shkollës së vjetër, nxënësit ka 2 javë që po e bojkotojnë mësimin, prej ku inspektorati komunal ndërpreu punimet në objektin e ri dhe paralajmëroi rënimin e tij.